mirëmëngjes, përshëndetem me kënaqësi me zonjën Teuta Nunaj Kortoqi, eksperte për ekonominë. Zonjë Teuta, mirëmëngjes, faleminderit që jeni në Report Televizion dhe në shtypin ditës dhe ju. Falenderoj dhe unë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe një herë, kënaqësi. S'par dua t'ju pyes edhe zyrtarisht me një vendim të firmosur fal nga kryeministri Rama, ngrihet apo ringrihet, sepse kemi pasur një eksperiencë, bordi i transparencës. Si mendoni, është apo ishte i domosdoshëm dhe pse një mekanizëm i tillë? Ju keni parë edhe vendimin bordi i transparencës edhe pak vite më parë përbëhet pra nga disa zyrtarë apo ministrë, le të themi të pushtetit, por edhe nga përvojësues të privatit, të kompanive. Si ju duket si mekanizëm? Unë gjykoj në këtë rast që ky është një mekanizëm i cili nuk është domosdoshmëri për situatën së për kohën që po kalojmë. Pra tregu mund të monitorohet, qoftë edhe nga një organizëm i ri që mund të jetë, por jo të përcaktojë çmimin e produktit. Pasi gjykoj në këtë rast që duke marrë edhe përvojën e eksperiencën e periudhës së mëparshme ku bordi i transparencës funksionoi për një periudhë jashtëzakonisht shumë të gjatë, tashmë është koha që të jenë institucionet ato që të ushtrojnë aktivitetin, detyrën e tyre për të monitoruar tregun në mënyrë që të kemi një shmangje ose një minimum ose një zvoglim të abuziveve me çmimin, por jo domosdoshmërisht krijimi një bordi i cili mund të sjellë ose mund të përcaktojë çmimet e produkteve, e cila është një atribut do të themi i tregut. Pra këto çmimet i përcakton tregu. Qeveria mund të përdorë mekanizma të ndryshëm për të frenuar abuzimin ose për të lehtësuar konsumatorin, por jo ngritja e një bordi për të përcaktuar një çmim. Një bordi i tillë sa transparent mund të jetë edhe në vendosjen e çmimit të naftës në një moment që për shembull dhe në bisedë e përditshme me qytetarët, edhe tek ai rasti i disa vite më parë, thoshin që okay, po nëse edhe kompanitë private kanë antarë në atë bord që janë ato që përcaktojnë çmimin, atëherë nuk është, le të themi, aq e ndershme apo aq fair. Në tilla raste, bordet kanë dy element bazë që i diferencojnë në rezultatin e punës së tyre. E para është objektivi i bordit. Pra cili është objektivi? Çfarë synon të realizojë ngritje ose funksionimi i një organi të tillë. Dhe e dyta është transparenca. Po. Nëse bordi është ngritur për të përcaktuar çmimin e produktit dhe e dyta për të shmangur abuzimet me çmimin. Po. Pra, e përmbledhim si një objektiv. Po, për të vendosur një çmim tavan, që po, atëherë në këtë rast bordi është brenda funksionalitetit të tij, sepse ky është objektivi ai ato po realizon. Por temra e kilit ose gjëja e dytë më e rëndësishme është transparenca. Nëse ti do vendosësh një çmim, faktë në vendimet që unë kam lexuar të bordit më parë, nuk kishte një argumentim ose të kishte një llogaritje të thjeshtë matematikore që kushdo nga qytetarët që lexon thotë dakord, është vendosur kur vlerë, unë ta kuptoj pse është vendosur 220 dhe nuk është vendosur 221. Po. Pra, jo thjesht një vlerë e përcaktuar, por një vlerë e argumentuar. Pra, si mbërritëm ne tek vlera finale. Kjo është pjesë e rëndësishme e transparencës që edhe qytetarët ta kuptojnë që ngritja e këtij bordi është në dobi të tyre, se gjithë thelbi i një bordi do thotë të mbrojë konsumatorin, pra nuk synohet mbrojtja e biznesit në këtë pikë, sepse biznesi është ai që ka levën e çmimit në dorë. Por mbrojtja e konsumatorit dhe që ky konsumatori në këtë rast jetë i bindur që po bordi po punon për të, do thotë në këtë rast që ai duhet i di këto dy elemente, objektivin edhe shohje transparencën konkrete. Jo kuptoj. Zonja Teuta, një tjetër mast që ndryshe nga hera e kaluar pra lufta në Ukrainë e tjerë është edhe ulja me 20% e akcizës, që është, le të themi, shumë që ne paguajmë akcizë tek çmimi për litër naftë me 20%, por kjo gjithmonë kur çmimi ka përcen, tha kryeministri, mbi 220 lekë. Nuk di eksaktësisht sa është, unë e kam lexuar, po ju mund të më thoni më mirë sa është akciza dhe çfarë ulje konkrete është kjo, për të kuptuar gjithë ata që na ndjekin. Okej, 20% akciza sa na shkon? Tek pjesa e llogaritjes përfitet një vlerë rreth 8 lekë për litër. Gati 8 lekë. Akciza është fikse, tek diku tek 40 lekë për litër? Po, akciza është fikse në këtë rast. Është një vlerë që ka qenë 37 lekë përpara 2026 dhe në janar është vendosur 40 lekë. Pra është një vlerë fikse. Po. Dhe kjo do thotë nëse do ulet 20%, do thotë do ulet rreth 8 lekë për litër. Po. Në tilla raste gjithmonë
ne nuk mund t'i kërkojmë kryeministrit që shpjegojnë në detaj gjithçka, absolutisht jo. Por ato çka mund ta bëjnë është pjesë e institucioneve. Pra në momentin që vendoset që ketë një ulje akcize, ti duhet të argumentosh pse ke zgjedhur tavanin 220 lekë dhe pse nuk e zgjedhur një tavan në një vlerë tjetër. Po. Pra, vendosje, kjo është pjesa e argumentimit dhe pjesa e transparencës. Në mënyrë që qytetarët të jenë koshient pikërisht për atë çka tham, që bordi i institucionet punojnë për ta, për të mbrojtur ata. Gjithmonë është një lajm i mirë, por neve nuk ulja e çdo takse ose çdo tatimi të paktën për një periudhë të përkohshme, por neve nuk mund të presim që të shkojë në një nivel kaq shumë të lartë, që është në çmime më të larta. Sepse ndoshta pa dashur të ndërpres, mund të qëndrojë 219 për një periudhë shumë gjatë dhe kjo akciza nuk do ulet asnjëherë. Absolutisht. Prandaj unë në këtë rast e shpreh se kur flitet për 220 do thotë do kaloj çmimi direkt te 212-a dhe ato pra 7 lekë më pak. Dhe 8 lekë realisht bën një diferencë për të qenë korrekt me terma dhe njëkohësisht me atë çka analizojmë dhe diskutojmë. Por mund të qëndrojë siç thatë ju, pra kompanitë e mbajnë gjithmonë te 219.9-a. Edhe aq nuk e kalojmë 220 në këtë rast, sepse sistemi është shumë precis, pra mbi 220 në 220 mund të jesh te 219.99 edhe sërish nuk jetë 220. Ju kuptoj. Në gjykimin tuaj, do më thënë me, le të themi këto mangësi që ju argumentuat edhe tek akciza, por edhe që ishit paka shumë si mekanizm kundër bordit transparencës. Çfarë mund të bëhej për Shqipërinë me gjithë ato taksa që ne kemi tek litri i naftës? Çfarë masash mund të ishin më të përshtatshme? Unë në këtë rast do shprehja, pra, së pari njerët mos ta anatemojnë ngritjen e bordit pa kryer akoma asnjë veprim. Jo, dakor, e kuptoj, po si mekanizëm funksionimi, domethënë. Si një mekanizëm që të mos jetë në organet të cilat përcaktojnë çmimin. Por ti tregu ai që të përcaktojnë çmimin. Pra nuk ka rëndësi se kush do jetë organi që do ta vendosë. Nëse ky është një organ miks, që në këtë rast është publik plus privat, apo në këtë rast sepse këtu do themi mungon pastaj përfaqësuesi i tretë që është konsumatori, pra nëse ne do ta quajmë të përfaqësuesit e tregut në mënyrë të plotë. Sepse në fund të fundit është konsumatori ai i cili paguan çmimin final dhe ai që mban kostot ose paguan kostot më të larta të çdo ndryshimi çmimit të produktit. Pra nuk është se paguan biznesi. Biznesi e tarifon të rritje çmimi drejt për drejt tek, të rritje kostove drejt për drejt tek çmimi final dhe është konsumatori që e mban. Unë jam më shumë për funksionimin e rregullave të tregut, që nuk kupton ti e tregu ai që ti përcaktoi, por ti jeni institucionet që të ushtrojnë kontroll në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ky bord për shembull mund të kishte prandaj e nisa analizën tek objektivi, pra cili është synimi i funksionimit të tij, që mund të ishte pikërisht që të ushtronte këtë lloj presioni se të marrë në kontroll shumë të fortë tregun për të eliminuar pjesën e abuzimeve, pa qenë i detyruar për të përcaktuar një çmim final. Sepse edhe çmimi final në këtë rast lind pyetja, në cilën moment të tregut duhet bordi të veprojë për të vendosur çmimin. Siç është akciza që e ka një tavan, do themi nëse ky çmim kalon 220, atëherë bordi kur duhet veprojë?